shpeshherë Neil Armstrong kritikohet nga temi grupet që mbrojnë të drejtat e barazisë gjinore, sepse mankind thotë u përdor shprehje maskiliste, pasi duhet ishte përdor humankind, no mankind. Risia e madhe kësaj radhe është që ky mision drejtohet nga Kristina Koçi, e cila sapo ka folur pra dhe ka thënë tani ka thënë ka përdorur një shprehje shumë bukur, tani toka duket si një gjysmëhënë dhe ndërkohë hëna po bëhet gjithnjë më e madhe dhe më e bukur. Pra çfarë do thotë kjo edhe për faktin që temi një femër shkon dhe drejton një ekspedit tillë. Po shikoj për kuriozitet aspektin profesional të saj dhe është një nga gratë të cilat në kohë kritike merr vendime të sakta menjëherë. Pra, jo rastësisht është ajo në këtë udhëtim, padyshim që vëmendja që i është dhënë edhe të gjithë ekuipazhit ka dhe një diversitet. Për shembull, është hera e parë që një afroamerikan shkon hënë. Është hera e parë që një zonjë shkon po ashtu në hënë. Kështu që dhe hera e parë që një kanades. Po dhe një kanades, po. Këtë do e thoshte me humor Donald Trump. Jo, ka një playlist me këngë që i ka marrë me vete në hapësira ajo. Nuk është rastësore, asnjë nga këto përzgjedhje nuk është rastësore. Dhe gjuha që përdoret sot është shumë e kujdesshme se gjuha që përdorej dikur. Kështu që mbase pas 50 vitesh do të jetë e vështirë që ne të kritikojmë këtë që po ndodh sot, sepse në fakt një gabim i vogël që mund të ndodhi sot është fatal në të gjitha aspektet, edhe në aspektin politik, sepse do të frenonte gjithë procesin. Po megjithatë zhvillimi e inteligencës artificiale sot minimizon defektet. Nëse do të ndodhi ulja e integritetit që i do kur unë ka per pas herë këtë ChatGPT nga bim, mendo për shembull ta kapi një astronaut 450.000 kilometra e ai thotë, sorry, kam një gabim, po ja pris se do të kërkoj tjetër. Inteligjenca artificiale po ndikon sot se po futem edhe ke fusha e Nadias, inteligenca sepse është pothuajse habitati i përbashkët që kemi, inteligenca artificiale sot po ndikon në zhvillimin masiv edhe toleranca gabimit jetë pothuajse shumë minimale ose zero. Po, duhet jetë zero, se aty s'ka minimale, aty s'ka minimale. Sot nuk flasim për defekte deri në hënë, kur sot nuk flasim, është e pakonceptueshme në një farë mënyrë që të flasim për defekte që mund të ndodhin nga për një distancë të rrethë. Ju prish banjë, ishte $3 milion, u prish tualeti. Dhe ajo tërheq më shumë vëmendje. Nëse ndodhin gabime, të gjithë jemi të fokusuar që a mos do të ndodhi ndonjë gabim. Edhe gjatë kohës që kemi live, po të shikosh komentet, të gjithë pretendojnë se mund të ketë një gabim, a do të ndodhi ndonjë gabim. Duhet ka gjithmonë skeptik edhe në këtë. Unë po e shikoja te BBC-a dhe ndërkohë që debati zhvilloi pikërisht te kjo hati, pra mos ndodhi ky defekt, po mos ndodhi ai defekt, po mos ndodhi ai defekt. Një astronaute amerikane, afroamerikane, dalë në pension, tha, nuk e kuptoj ta obsesionin tuaj tha me gabime, pse nuk e shijoni tha këtë gjë fantastike që po ndodh. Edhe astronautja doli dhe tha për pjesën e defektit, se nuk ishte gabim, një defekt teknik që ndodhi, përgjegjësia është e imja se unë do bëj rolin e hidraulikës, kështu që kishte shumë përgjegjësi, ndoshta këtu nëse absolutisht nuk preferoj këtë ndarje femër apo mashkull, sepse në radh parë kemi profesionist. Por pa tjetër, qofse rikthehemi në histori, janë disa profesione që janë përqafuar fillimisht nga meshkujt, dhe ndoshta kjo pa tjetër ka krijuar një eksperiencë që ekuipazhet të caktuara fillimisht të jenë vetëm të përbërë nga meshkuj apo nga burrat. Dhe sigurisht 60 në Amerikë kanë qenë shumë ndryshe dhe për drejtat e grave. Dhe për drejtat e grave në shumë profesione, jo vetëm në këtë fushë për qenë realisht është e vështirë dhe nuk është e thjeshtë, edhe për ta bërë kërkon shumë sakrifica dhe për të bërë atë ndarjen, patjetër që ka barazi gjinore, por duhet tregojmë dhe realisht, disa gjëra profesionalisht mund t'i bëjmë shumë mirë, po dhe disa gjëra fizikisht, për që realisht, unë jam një femër në këtë fushën e inxhinierisë dhe jam koshciente që ndoshta fizikisht disa gjëra nuk i bëj dot 100%. Prandaj edhe sfida e Kristina Koçës është sfidë shumë e bukur. Dhe nëse flasim për kritikat, 28 ditë misioni më i gjatë hapësinor që ka ndetur njeriu ndonjëherë në stacionin hapësinor dhe e ka thyer Kristina Koçë. Nëse flasim për kritika dhe nëse ndodh diçka, ndoshta vetëm për faktin që është femër mund të gjykohet shumë më shpejt se pjesa tjetër e sepse paragjykohet. Prandaj është një sfidë shumë e bukur dhe kjo është ajo po e thyr. Do doja ta mbyllem me atë që e nisëm me Kladion. Kladio, sigurisht jemi në fazën më kritike në sensin pozitiv të fjalës.
të këtë misionit Artemis 2, që është pikërisht vëzhgimi dhe deportimi i kësaj pjese ende të pa eksploruar nga syri njerëzor i hënës. Si thonë anglezët, where do we go from here? Ku shkojmë nga ky moment e tutje? Jemi komplet në një territor të panjohur, ndoshta si Kristofor Kolombi, si Magellani, kur ecën drejt perëndimit dhe nuk e dini çfarë do gjenin përballë. Deri tani, më lën ta zbus pak, deri tani do jemi në një territor të njohur, sepse shkputja flas për syt njerëzor, për kontaktin njerëzor flas. Po flas për kalimin e modulit Orion pas hënës, për shkak të komunikimit edhe me dritë lazer, pa qargje optike, po edhe me valë radio, ka ndodhur ajo që quhet blackout komunikimi, dhe kjo vjen për shkak të kalimit pas hënës, po zgjat diku 30 dhe 45 minuta. Tani Klaudio, që ta kuptojmë, që t'ja sqarojmë njerëz prapa. Deri tani moduli edhe është themi orientuar apo komanduar edhe nga qendra në Houston. Ndërkohë, nga ky moment nga diku pas mesnatës, gjysmore pas mesnatës, kur kalon në atë anën themi në dark communication, pra që shkëputet komunikimi, pra praktikisht moduli do komandohet vetëm nga 4 astronautë. Pa ndihmën e askujt tjetër. Ajo që po quajmë inteligjencë artificiale që është në bord, sepse ajo ka trajektorin e koduar dhe sigurisht do ndjekë një farë trajektorie, por duhet dhe korrigjimi njerëzor për diskutim. Kështu që ajo që po themi është deri tani jemi territor të njohur sepse kemi kaluar këtë gjë. Por siç u tha edhe këtu dhe u tha shumë bukur ideja, ky është një mision provë gjenerale. Sepse tek Artemis 3 do jetë vërtet hapi cilësor përpara. Do them vetëm disa pika. E para do qëndrohet në sipërfaqen e hënës 6 deri në 7 ditë. Shumë më tepër se sa disa orë që u qëndrua në mision Apollo 11. E dyta, zbritja do jetë në polin e jugut të hënës, që prapë është një sfidë në vete. Arsyeja sepse aty ka kratere të shumta të cilat ofrojnë një farë mburoje nga drita e diellore, mburoje nga rrezikimi kozmik deri diku dhe më e rëndësishmja, aty mendohet që ka depozita akulli, uji, dhe kjo do të bëjë që të testohen për herë të parë, kjo është për herë të parë në misionin Artemis 3 në vitin 2028 apostisht. Të testohen për herë të parë teknologjitë e nxjerrjes së materialeve në vend in situ, siç thuhet. Pra mos ke nevojë të marrin ujë nga toka, por ta marrin ujin për herë të parë në hënë. Kjo do shërbejë një hap shumë cilësor përpara, sepse do tregojë që ne pasim një kapacitet, do vërtet ta realizojmë pa probleme. Ne kemi një kapacitet për të shfrytzuar mjedisin përreth nesh. Do testohen sigurisht tutat e reja hapësinore që shumë më fine dhe shumë më sofistikuara se sa tutat e vjetra. I besoj mbalen mend ato që na kanë tërhequr, po themi, na kanë grishur imagjinatën për vite me radhë, duke i parë në libra apo në film. Kështu që pastaj po do jenë, po themi, hapi i parë shumë serioz drejt shikimit ose drejt verifikimit apo konfirmimit të mundësisë për të jetuar dhe për të punuar në hënë dhe pastaj për të filluar me ndërtimin e bazës hapësinore të përhershme që pastaj do jetë jo vetëm një observator i vazhdueshëm astrofizik, siç u përmend, nga dikush nga paraforcit, por do shërbejë si një bazë lëshimi shumë e suksesshme, shumë efektive, shumë ekonomike për më tepër, për në Mars apo për Po, ndërkohë dëgjojmë pak zërin e Glover, Victor Glover, i cili është astronauti afroamerikan. Where the two craters intersect on the eastern edge, so on the side closest to Oriental. Pra e shikoni dy njollat e vogla poshtë hënës, janë dy krateret e reja të sapo zbuluara. You can see that terrain there's some real variation in the terrain there, that there's a nice peak where those peaks intersect, where those rings intersect. Pra ai po përshkruan ato që deri dje kanë parë vetëm temi kamerat e teleskopët dhe po përshkruan dy kratere të ri që sapo janë zbuluar dhe kanë marrë dy emra, njëri quhet Integrity dhe tjetri kanë marrë emrin Carol, emrin e gruas së Wiseman, e cila ka ndruar jetë për fatkeq pasi smundje të rënë. Pra këto janë dy krateret e reja të sapo eksploruara nga njeriu në hënë dhe sapo të emëruara prej vet astronautëve në misionin Artemis 2. Dhe unë do doja ta lija me këto pamjet, cilat janë pamjet e para që vijnë nga ana e errët e hënës, e cila tashmë nuk është më aq e errët për sytë e njerëzimit, i cili ka shtyr eksplorimin e tij jo thjesht qindra mijëra kilometra më tutje, për një fazë më tutje në historinë e eksplorimit njerëzor. Do doja të falenderoja Claudio Peshinin, profesor Betim, faleminderit Betim, Hatia Bilibashim, faleminderit Hati.
Nadia, faleminderit shumë. Miku im Ermand Merdini, faleminderit. Mund të japim një sinjal këtyre studentëve ose nxënësve të shkollat mesme. Patjetër, profesor. Ti shohin këto. Ka shumë dhe unë për vetën time në atë kohë kur kam qenë në nxënës shkollën e mesme ka pas pasion astronomin. Sot është momenti që ato jo vetëm mund ta kenë pasion, le të shkojnë fizik, kanë mundësinë një ditë të shohim në NASA dhe kudo në botë. Pra, mos të ndrydhen nga një pasion, se mendojnë që është shumë, jo, s'ka të vështirë për rinin shqiptare, një rini shumë e zgjuar, e cila unë dhe ky mision e tregon që nuk ka asgjë të pamundur praktikisht për njerëzimin deri tani. Gjithsesi, kurse unë personalisht them, më në fund mund ta them edhe unë që e pash edhe unë temi një anije kozmike me njerëz që mbriti në se më kishte ngelur fiksim. Kam dinë një vit pas hoqa edhe këtë fiksim. Faleminderit gjithëve. Ishte kënaqësi të kisha në program, por ne qëndroni në ABC News. Pasi tani me Breaking News vazhdon pikërisht transmetimi i këtij temi, momenti historik kur njerëzit kanë arritur në distancën jo thjesht më të largët nga toka, por tashmë po eksplorojnë hapësira të reja të një trupi qellor me cilin ndoshta është gjë e parë që jemi habidhur në jetën tonë kur kemi filluar të kuptojmë diçka, kemi ngritur kokën lart, ne të gjitha thonë që është Zoti, po ne kemi parë gjithmonë hënën. Mirë, bashkë do shihemi pak më vonë sërish me sondazhin këtu në ABC News, po ndërkohë qëndroni me transmetimin ton, pas pak të rejat më në fundit nga misioni Artemis 2.